Të nderuar teleshikues të emisionit Gjurmët, në emisionin e sotëm do të flasim për historinë e suksesit të Villa Olivea, e ndodhur pranë autostradës Tiranë-Durrës, vetëm 3 kilometra larg aeroportit të Rinasit. Për më shumë, le të ndjekim intervistën ekskluzive që dha për ne zoti Shkërzen Roshi, shef i shërbimit në Villa Olivea. Zoti Shkërzen Roshi, mirë se të gjetëm në Villën Olivea, e cila përfshin restorantin, hotelin, por edhe sipërfaqe të gjelbëruara përreth. Faleminderit për këtë intervistë që jepni mundësinë Villës Olivea të përfaqësojë edhe ajo pjesën e saj në këtë pjesë të madhe të zhvillimit turistik të Shqipërisë. Pyetja parë është logjike, cila është historia e krijimit dhe funksionimit të Villa Olivea? Villa Olivea daton rreth vitit 2019, është një dashamirësi dhe respekt për ushqimin dhe hotelerin edhe nevojat që ka tregu i investitorit që bashkë me familjen, vëllezërit, prindrit mundësuan kapitalet e tyre, duke qenë që ata janë edhe të zonës, kanë shfrytzuar edhe pjesët e pronave të tyre të tokës dhe i vunë në funksion të këtij hotel e restoranti. Po, të kujtojmë teleshikuesit e emisionit Gjurmët që Villa Olivea ndodhet në zonën e quajtur Qafa e Kasharit. Qafa e Kasharit, komuna e Kasharit. Njësia administrative e Kasharit. Me ndarjen e re territoriale. Cila është kuzhina që shërben për klientelën në restorantin tuaj Villa Olivea? Fillimisht Villa Olivea, në fillimet e saj, filloi me kuzhinën tradicionale shqiptare të zonës me produktet e saj, por duke parë zhvillimin e curin në kërkesën e tregut edhe në kulinarin e kohës, duke qenë dhe zhvillimi turistik, mendoj që të bëjnë një hap tjetër duke u futur në pjesën e kulinarisë të detit, të peshkut, por jo duke anashkaluar edhe kulinarin e zonës edhe traditës. Aktualisht në këto momente që po zhvillim të intervistë bashkë zoti Shkërzen, mund të themi që prioritare në Villa Olivea është peshku? Është peshku, për të cilën administratori pronari bën një sakrifis sublime, sepse çdo mëngjes shkon rreth orës 5-6 dhe akomodohet në Durrës për të gjetur mundësinë e lëndës parë sa më cilësore. Sa më të freskët. Ju sapo na shpjeguat për lëndën e parë, peshkun, që merret çdo ditë nga pronari, pra për të zgjedhur cilësinë më të mirë, shkon vetë dhe merr në Durrës, në portin e Durrësit, tek peshkatarët tanë. Por lënda tjetër e parë nga merret, pra te produktet e mishit. Te produktet e mishit, ne kemi bërë një kooperim, jemi në bashkëpunim me miqtë tanë, të cilët janë sot në treg, po ecin me hapa shumë të shpejta me kompaninë Dimal, e cila na furnizon me produktet e sallamerisë, ku trajtohet antipastat, me mishin e pulës, me mishin e viçit, që janë baziket për pjesën e restorantit ku ata të cilët nuk kanë dëshirën e peshkut mund të trajtojnë edhe me problemin e mishit. Po, në kuzhinën tuaj gjithmonë në krahas menus së peshkut që ju servini për klientelën tuaj, a keni dhe pjata të tjera ose a keni ju në menun tuaj pjatë që manë emrin Made in Olivea? Jemi përpjekur që nëpërmjet kuzhinës dhe stafit të saj të realizojmë pjatat e Villa Oliveas, duke filluar që nga sallatat primaret, ku fillon edhe hapja e tavolinës, dhe i të dolçat, të ëmbëlsirat, ku kanë madhin Villa Olivea. Po stafi i kamarierëve i udhëhequr për jush. Stafi i kamarierëve është një staf mesatërisht i kualifikuar, por që janë në gjendje pozitive për t'i dhënë shërbimin e mundur klientëve të cilët e frekuentojnë Villën Olivea. Dhe duke pasur në drejtimin ju, që keni eksperiencë gjatë, apo jo? Është thjesht modesti pjesa ime, duke qenë eksperienca e viteve të punës, kemi një koordinim të mirë të marrëdhënieve dhe të shërbimeve. Po, Villa Olivea Shkërzen a organizon dhe evenimente në ambientet e saj? Absolutisht, është e padiskutueshme, sepse një restorant, sidomos në zonat periferike, po nuk arriti të organizojë edhe eventet, është pa vlerë. Kështu që për t'i dhënë kuptimin më të gjerë këtyre organizimeve, administratori ka menduar, duke qenë që ka pas edhe mundësinë e pjesave të tokave, ka një parkim që është gjaja radhë, rreth 75 parkime makinash.
të cilat janë në funksion të hotelit dhe të restorantit. Po, me që ra fjala dhe tek evenimentet. Po, qëndrojmë tek evenimentet që duan një kapacitet të lartë të përgatitjes të gatimit, si në guzim, ashtu dhe në shërbim. Sa tavolina keni ju dhe a jeni ju në gjendje këtyre tavolinave klientëve që vinë në një moment të shërbeni në një moment të minjëhershëm me stafin tuaj në kuzhinë dhe kamarier? Atëherë, modestisht ne kemi rreth 24 tavolinat, të cilat shërbejnë për klientët, si brenda objektit edhe jashtë objektit në Giardino, në eventet të cilave mund të jenë në mallësi deri në 100-120 veta, janë përgjigjur si kuzhina si shërbimi, me të gjitha elementet e saj. Duke futur këtu ditëlindjet, fejesat, eventet të ndryshme të cilave janë në gëzimet familjare. Po, më bëri përshtypje dhe arkitektura. Kemi shumë hapësirë, kemi sipërfaqe gjelbëruar, ju përmendët e parkimin, dhe një ndërtim shumë interesant. Cila është arkitektura që është zbatuar në këtë ndërtim, në këtë Villa Olivea? Atëherë, administratori, duke qenë që është dashamirës, thiri në ekipin e punës në ndërtimin e saj edhe arkitektin, i cili ka një vlerë shumë të lartë. Në çfarë aspekt ka vlerën e lartë? Vlera e lartë e arkitektit është shfrytëzimi i elementeve pozicional të objektit dhe vlera e dritës natyrale. Dhe për këtë arsye i dha pjesën 3/4 të xhamit për të futur dritën natyrale në objekt. Këto janë pak a shumë arkitektura italiane në koncept, sepse për të marrim në zonat e Toskanës apo në zonat e sipërme të Torinos, në pjesën e Albës apo në Alessandria, janë tipike këto lloj restorantesh ku dominon pjesa e lartësisë së restorantit me fushpamjen e objektit, ku gjelbrimi njëkohësisht kryen funksionin e një relaksi shumë pozitiv tek klienti edhe te stafi. Sepse gjelbrimi ka vlerat të larta në sistemin mendor. Por arkitektët që kanë projektuar këtë ndërtim, këtë investim Villa Olivea, me sa shohun, kanë pasur parasysh edhe që klienti të ketë shumë pamje në disa këmbë të horizontit. I ka dhënë pothuajse gati 250 gradë shikim objektit. Ja, pikërisht në të sallë ku ndodhen bashkë, salla kryesore e restorantit, kemi një pamje nga jugu, nga lindja dhe nga veriu. Nga veriu. Domethënë është një pamje e mrekullueshme. Atëherë, zoti Shkëlzen, pasi zhvilluam një intervistë së bashku në ambientet e brendshme të restorantit të Villa Olivea, më sugjeruat që të dalim këtu jashtë për të na treguar diçka për historikun e këtij ulliri kaq të vjetër dhe emrit Olivea. Atëherë është evidente që pa përmendur ullirin nuk mund të themi Villa Olivea, sepse edhe imprenditori pjesa e të cilës ishte e nevojshme, ishte edhe vlera e këtyre ullimeve të cilave ai kushtoi vëmendje, duke i mbjellur dhe duke sjellë rrisin e emrit të objektit. Dhe ky ulli që ne jemi pranë është një ulli që pas vlerësuesve e vlerësoi tek 350-360 vjet, vjetërsinë e saj. Dhe pikërisht ky është shkaku që pronari vendosi emrin Villa Olivea. Në këtë emër latinisht, apo jo? Latinisht, sepse edhe vlerat e kulinarisë, duke qenë italianët prodhimeve të peshkut, duke qenë që ulliri ishte prezenti, solli edhe pjesën për t'i dhënë emrin Olivea. Po përveç emrit, unë shoh që këtij ulliri pronari ka kushtuar një vëmendje të veçantë, ka kthyer në një objekt muzeal, pak a shumë, e ka rrethuar me të duke qenë vlera e këtij ulliri, kaq të vjetër, i ka sjellë edhe rrisinë e punimit të gurit sipas traditës, ku ulliri mbështidhet me gurin rreth e përqark kësaj. Dhe vlerat e mjeshtrit që i ka punuar ato janë vlera shumë të mira. Po të shohësh që gjithë guri që është ndërtuar nga një mjeshtër kuksian që ka bërë një punë shumë të bukur, të pastër dhe me vlerë. Që jep vlerë dhe ambientit jashtëm. Normalisht. Jep vlerë absolute ambientit ku çdo gjë shihet e pastër. Jo e tepruar në objektet e saj. Plus kemi edhe këndin e lojnave të fëmijëve, të cilat janë për argëtimin e fëmijëve që prindit jenë më të qetë në trajtimin e tyre në restorant. Për të përmendur, në Villa Olivea është një pjesë shumë e rëndësishme e Villa Olivea, krahas restorantit, është edhe hoteli.
Absolutisht që edhe hoteli zën një pjesë të rëndësishme, sepse edhe vetë ndërtimi i saj, e ndërtuar restorant, hotel, jep vlerat e veta, ku ne kemi rreth 16 hyrje, apartamente, dhoma, ku nga këto 10 janë të standartit dhe 6 janë të ndërtuara me zhvillim më pozitiv për vlerën e klientit, të cilat japin në kuptimin e saj. Dhe është një kënaqësi që kemi një fat shumë të mirë, pozitiv, që kemi klienta tuaj, të cilët e frekuentojnë, dhe është avantazhi pozicionit gjeografik të vilës që e ka shumë afër edhe aeroportin qendror të Shqipërisë. Po, Rinasi. Pra është midis Tiranës, Rinasit dhe Durrësit. Apo? Është një qendër shumë multifunksionale nga të gjitha drejtimet e saj, për t'i dhënë vlerën reale objektit. Po, zoti Shkelzer më bëri përshtypje krahas kësaj salle kryesore, por edhe disa sallave të vogla, mini salla, që krijojnë më shumë intimitet për një familje që do qetësinë e vet, apo jo, keni disa salla. Absolutisht, janë rreth 3 në thonjza prive, sepse priveja ka tjera kuptime, të cilat i japin mundësinë për një drek apo dark pune grupeve të institucione ose grupeve familjare të cilat duan të rinë në një ambient më të qetë edhe më komfort për veten e tyre. Kështu që objekti i ka këto 3 element. Po, ndërsa për klientë të tjerë keni dhe ambientet që janë jashtë këtij restoranti kryesor në Lulishte. Është një mrekulli Xhardinua në periudhat që janë të pranueshme të kohës, të cilat i japin një impakt të jashtëzakonshëm në frekuentimin e klientëve për të drekuar ose darkuar në ambientin e vilës Oliveja. Po. Dhe kryesorja mbi të gjitha është për t'u theksuar meraku i administrator pronarit ana higjienike e objektit. Fati mirë ka dhe një punonjës që merret me Xhardinon që jam mirëmban në mënyrë më perfekte. Nuk i lën mangut asnjë material teknik, didaktik për ta mirëmbajtur këtë ambient. Cila është eksperienca juaj në këtë sektor të hotelërisë turizmi? Eksperienca ime është në vite të gjata, rreth 35 vjet në shërbime edhe rreth 7 vjet me kulinarin vet si kuzhinier, me vite të lëvizshme të pakta në sistemin italian, ku kanë edhe predominon sot kuzhina kulinare. Do të thuash që keni punuar në Itali? Edhe eksperiencën në për vendet evropiane. Kam konsideratat për Italinë, sepse kanë atë që ne sot e quajmë pionerin e zhvillimit të kulinarisë edhe të gastronomisë. Është një shprehje që njerëzit përdorin zakonisht që gabim kur thonë gastronomi. Është tjetër, gastronomia është tjetër kulinaria. Çfarë i dallon këto dy? Këto dy e dallon pazarin me gatimin. Domethënë ta themi thjesht në gjuhën shqipe. Njëra bën pazarin, gastronomia, anë dikur thuheshe po shkojmë në gastronom për të bërë pazarin, dhe kulinaria vjen nga fjalët e huaj, se nuk është e jona, ku është gatimi, përpunimi i produkteve që ke sjellur nga gastronomia. Nësa fjala gastronomi vjen nga italishtja. Italishtja, pazari. Dhe ç'mund të thoni për një kulminacion që keni ju në profesionin tuaj, që ndodheni sot, punoni, ushtroni profesionin tuaj në Villa Olivea? Kam pas nderin që t'i shërbej klientit, por me parimin themeltar. I pari janë vetë klienti, pastaj janë klientët mas meje. Unë jam shërbimi i klientit. Dhe është kënaqësia ime në këto vite eksperience që kam pas fatin t'ju shërbej klientëve të thjesht popull, po edhe atyre që mund t'i quajmë elitar, duke filluar që nga presidentët, kryeministrat, antarëve të Kuvendit Popullor, deputetëve, grupeve diplomatike, ambasadorëve të huaj, një eksperiencë të cilës unë i kam dhënë mundësinë që Shqipëria ta ketë edhe ajo emrin e saj në vlerat e shërbimit të kulinarisë. Po, dhe në këtë kuadër që thatë ju me një eksperiencë kaq të gjatë, siç është personi juaj, unë desha të komplimentoj dhe pronarin që marrin në punë ose ofrojnë persona si ju me një eksperiencë të madhe, apo? Absolutisht duhet komplimentuar dhe është një vlerë pozitive sepse di të investoj në artin e restoranteve. Dhe din t'i gjejnë punës profesionistë si ju.
Apo jo? Kjo është ajo themra e akilit të administratorit të Vilës Olivea. Po. Zoti Shkëlzen Roshi, të falenderoj sinqerisht për këtë intervistë që dhe për emisionin Gjurmët. Falenderit dhe për mikpritjen që më bët këtu në Vila Olivea. I nderuar, unë falenderoj emisionin Gjurmët bashkë me ju në punën fisnike që bëni për të promovuar vlerat reale të kësaj nisme jetësore zhvilluese në turizmin shqiptar dhe është një vlerë e shtuar për zhvillimin e dokumentarëve në subjektin ton gazetaresk, të cilës unë në shumë respekt për të gjithë gazetarët, të cilët ynë në këtë zhandër, i japin një vlerë shumë të madhe kulinarisë edhe objekteve që merren me trajtimin e restoranteve, hoteleve, apo edhe bujtinave të cilat janë shumë të kërkuara sot në tregun evropian. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe një herë edhe urime suksese emisionit Gjurmët. Faleminderit. Po, përshëndetje. Hotel Olivea, po? 3 persona. Unë t'ju ofrojmë 2 dhoma për 3 persona, s'është problem. Po, një familjare, po. Ajo të lutem atë ditë në rezervimit. Datën 08, 12, 25, pa tjetër. Në orën 20:00 pa tjetër. Okej. Po, shifim me shumë faleminderit në bashkë. Të nderuar teleshikues të emisionit Gjurmët, tu i ka ardhur fundi emisionit ton për ditën e sotme. Ju kujtojmë se kaluam disa orë dhe zhvilluam një intervistë ekskluzive me zotin Shkëlzen Roshi, shefi i shërbimit në Vila Olivea. Për të gjithë ju që na ndoqët, faleminderit për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në emisione të tjera.